Në qytetin e vogël të Gostivarit, ku rrugicat e ngushta përziheshin me aromën e bukës së sapopjekur dhe zërat e shitësve të voglishëm që thërrisnin në treg, krijonin një melodi të çuditshme. Një ditë gushti nisi me zhurmë dhe ngazëllim të dukshëm. Ai ditë ishte më shumë se një ditë vere e zakonshme. Ishte një ditë që të gjithë në qytet e prisnin me padurim, për shumë arsye që shkonin nga kurioziteti i thjeshtë e emocionet e sinqerta. Ishte dasma e Adrian Markut dhe Sofia Petrovës. Adrian ishte një djalë shqiptar nga fshati Çegran, i rritur në një familje që kishte ruajtur traditat e të parëve, por gjithmonë i hapur ndaj botës. Ai kishte sy të errët dhe një buzëqeshje që mund të qetësonte edhe më të zemëruarin. Sofia ishte vajzë maqedonase nga Tetova, e rritur në një shtëpi ku gjithçka kishte rregulla dhe rituale të qarta. Familja e saj, e zakonshme dhe e rregullt, nuk kishte parë më parë një lidhje kaq të guximshme me një djalë shqiptar nga një fshat i afërt, dhe megjithatë dashuria kishte fituar mbi paragjykimet. Ajo kishte zgjedhur të konvertohej në muslimane, jo vetëm për dashurinë që ndjente, por edhe për të shënuar një urë midis dy familjeve që dikur kishin qëndruar larg njëra tjetrës. Në qytet flitej për javë të tëra për këtë dasmë. Kishte njerëz që shpreheshin me entuziazëm, më në fund, diçka e bukur që bashkon njerëzit dhe të tjerë që murmuritnin, kur përzihen gjakrat gjithçka mund të shkojë keq. Megjithatë, nuk mund të mohoj se dita kishte një aureol festimi dhe një emocion të veçantë. Dasma mbahej në një kompleks të madh buzë rrugës Gostivar, Kërçov. Salla ishte e mbushur me dritat më të ngrohta që mund të imagjinoje, kristalet e llambave reflektonin mbi dy shemet prej druri dhe krijonin një efekt si në një film italian. Jashtë, në obor, fëmijët luanin duke mbajtur flamuj të vegjël, ndërsa prindërit rrinin të ndarë në grupe, duke folur dhe duke buzëqeshur për rrobat e reja dhe dhuratat e sjella nga afaristet e qytetit. Aroma e mishit në hell dhe e bukës së pjekur përziheshin me aromën e parfumit të grave, duke krijuar një melodi të nuhatshme që të kujtonte ditët e verës së fëmijërisë. Në hyrje, një baner i madh me ngjyra të arta lexonte: "Mirë se vini në dashurinë e Adrianit dhe Sofias." Në atë atmosferë të zjarrt dhe plot hare, pak njerëz vunre një burr që qëndronte në hijen e një peme jashtë sallës. Ai ishte i veshur thjesht, me një kostum gri të zbehur dhe një këmishë të bardhë pa kravate. Mjekra e shkurtër, flokët pak të thinjur dhe sytë e kaltër që dukeshin si dy liçene në dritën e hënës. Nuk I përkiste asnjërs prej familjeve. Fillimisht disa menduan se ishte ndonjë I ftuar nga ana e Sofias, ndonjë koleg I babait ose një mik I largët, por kur ai nuk ju afrua asnjë tavoline, disa filluan ta shikonin me kurreshtje dhe pak me shqetësim. Ai qëndronte I qetë, duke vështruar çdo detaj të sallës, çdo fytyrë, çdo tavolinë me dhurata. Kishte diçka në mënyrën se si shikonte çiftin që kërcenin, një kujdes të fshehtë që dukej si njohje dhe mister njëkohësisht. Ishte I pranishëm, por sikur nuk donte të ishte I vënë. Brenda sallës, gëzimi ishte në kulm. Adrian dhe Sofia qëndronin në mes të sallës, rrethuar nga familjarë dhe miq. Sofia kishte një fustan të bardhë që shkëlqente në dritat e kristalit, ndërsa Adriani dukej si një princ modern, I qetë dhe I sigurt. Zërat e fëmijëve që kërcenin, duke përzier muzikën popullore me të qeshurat e të rriturve, krijonin një melodi të përzier që I bënte sytë të lageshin nga emocionet. Ndërkohë, burri misterios vazhdonte të qëndronte jashtë, duke I ndjekur çdo hap. Ai nuk bënte asnjë përpjekje për të folur, përveç se për të përshkruar me sytë e tij detajet e dasmës. Ndonjëherë një buzëqeshje e lehtë shfaqej në fytyrën e tij, por ishte aq e shpejtë sa nuk e vëren të gjithë. Një ndjenjë e çuditshme filloi të përhapej mes disa të ftuarve që shikonin, dikush ndjeu një dridhje të lehtë, një presion emocional të paqartë që nuk mund ta shpjegonte dot. Disa minuta kaluan dhe muzika u ndërprer për të bërë hapin tradicional të çiftit. Adrian dhe Sofia u pozicionuan në qendër të sallës. Fotografët filluan të klikonin dhe kamerat dridheshin nga dridhjet e entuziazmit. Pikërisht në atë moment, burri I huaj hyri në sallë pa njoftim. Një heshtje e vogël ra në sallë. Njerëzit ndaluan të flisnin, disa ngritën vetullat, të tjerët shikonin thjesht me kuriozitet. Ai nuk nxori ndonjë fjalë të menjëhershme, thjesht ecën drejt mikrofonit që ndodhej në skaj të sallës. Kur mori mikrofonin, dhoma e mbushur me qindra njerëz ndjeu diçka të pazakontë. Ai qëndroi aty, heshtur për disa sekonda, duke shikuar çiftin dhe pastaj foli. Fjalët e tij nuk ishin të gjata, por çdo tingull që dilte nga goja e tij mbante një peshë që askush nuk mund ta kishte imagjinuar. Të gjithë, pa përjashtim, mbetën pa fjalë. Ai nuk kishte nevojë të prezantohej. Një histori e tërë, e panjohur për të pranishmit, po dilte nga buzët e tij, duke lidhur të kaluarën e Adrianit dhe Sofias me një të tashme që askush nuk e kishte parashikuar. Çdo fjalë e tij thoshte diçka që drite zemrat, duke bërë që disa të preknin fytyrën me duar, të tjerë të mbërtheheshin në vend.
Dhe ndërsa I vazhdonte të fliste, kishte një ndjenjë që ajo ditë gushti nuk do të ishte më kurrë e zakonshme për qytetin e vogël të Gostivarit. Salla ishte ende e mbushur me dritë dhe me aromën e parfumit të grave që lëviznin midis tavolinave, por tani, për herë të parë atë mbrëmje, zhurma kishte pushuar. Tingulli I altoparlantëve u shua, këngëtari uli mikrofonin dhe të gjithë syt u kthyen drejt burrit që sapo kishte hyrë në sallë. Ai nuk ishte I ftuar. Askush nuk e kishte parë më parë. Dhe megjithatë, mënyra se si ecte, me qetësi, me një siguri të ftohtë, me një lloj pranie që të ndalonte frymën, të bënte të besoje se ai kishte çdo të drejtë të ishte aty. Adrian Marku, dhëndri, qëndroi për një moment I ngrirë në vend, me dorën ende rreth belit të Sofias. Muzika ishte ndalur pikërisht kur duhej të fillonte kënga e parë e çiftit. Një ndjenjë hutimi I mbuloi të gjithë. Në fytyrën e Sofias u pa një shprehje e përzierë midis habis dhe pasigurisë. Ishte si një shenjë vogël frike që zgjati vetëm disa sekonda. Burri u afrua me hapa të qetë drejt podiumit ku qëndronte mikrofoni. Kishte një prani që të ngjallte respekt, por edhe frikë. Ai ishte rreth të 50-tave, me një trup të drejtë, duar të holla por të forta, dhe një vështrim që mund të depërtonte deri në shpirt. Asnjë njeri nuk fliste. Edhe kameramani, që deri pak qaste më parë xhironte çdo detaj, e uli kamerën. Kur ai mori mikrofonin, në fillim foli me zë të ulët, por mjaftueshëm që të dëgjohej në çdo cep të sallës. Më falni që po ndërhyet, tha ai, duke hedhur syt drejt çiftit. Nuk kam ardhur për të prishur gëzimin tuaj. Por ndonjëherë, disa gjëra nuk mund të lihen pa u thënë, një murmurim e lehtë u përhap mes të ftuarve. Disa të moshuar u përkulen për t'i thënë diçka njëri tjetrit në vesh, të tjerë thjesht shikonin pa e kuptuar nëse ishte ndonjë surprizë e organizuar. Por Sofia ndjeu një ftohtësi të menjëhershme që I kaloi nëpër trup. Zëri I burrit I duke I njohur, por jo mjaftueshëm për ta kujtuar. Ai vazhdoi. Quhem Michael. Ndoshta për shumë prej jush, ky emër nuk thot asgjë, por për një person në këtë sallë thot gjithçka. Një heshtje absolute ra. Adrian ngriti vetullat I hutuar. Sofia uli syt. Ajo nuk e njihte. Të paktën kështu donte të besonte. Burri mori frymë thellë dhe foli sërish, këtë herë me zë më të fortë. Nuk kam ardhur për të kërkuar llogari. Kam ardhur për të treguar një të vërtetë që është mbajtur e fshehtë për shumë vite. Një të vërtetë që lidhet me këtë dasmë dhe me këtë çift. Në tavolinën e parë, nëna e Adrianit, një grua me flok të mbledhur pas dhe një shami të bardhë të hollë mbi kokë, vështroi burrin me sytë mbushur me frikë. Duart I dridheshin. Ajo e njihte. Një murmurim e lehtë u dëgjua nga njerëzit përreth, por asnjëri nuk guxonte të lëvizte. Michael vazhdoi. Vite më parë, shumë larg nga këtu, ndodhi diçka që lidh dy familje. Diçka që u përpoq të fshihej, por që sot, në këtë ditë të shenjtë, duhet të dalë në dritë. Ai ngriti kokën dhe sytë ju ndalën mbi Adrianin. Ti, Adrian Marku, nuk e di kush jam unë, apo jo? Adriani ngriti supet, me një buzëqeshje të tendosur që mezi shndronte. Jo, zoti im. Nuk kam iden. Ndoshta jeni mik I prindërve të Sofias? Michael buzëqeshi me një trishtim të lehtë. Jo, jam më shumë se kaq. Jam dikush që njohu nënën tënde shumë vite më parë. Jam dikush që për shumë kohë ka jetuar me një faj që nuk I përket vetëm atij. Në atë moment, nëna e Adrianit u ngrit nga vendi me fytyrën e zverdhur. Mjaft, tha ajo me zë të lartë. Kjo është një dasmë, jo vend për tregime. Por zëri I saj u mbyt në mes të turmës, ndërsa Michael vazhdoi me një qetësi të frikshme. Zonje, ju e dini mirë pse jam këtu. E dini se çfarë mbani brenda jush për kaq vite. E dini pse djali juaj meriton ta dijë të vërtetën. Një zë tjetër doli nga turma, babai I Adrianit, I cili deri në atë moment kishte qëndruar I qetë, me duart mbi tavolinë. Kush jeni ju, dhe çfarë kërkoni nga familja ime? Michael e vështroi drejt në sy. Kam ardhur të kërkoj falje, zotëri, për atë që ndodhi 25 vjet më parë, për gabimin që ndryshoi gjithçka, për një sekret që ndoshta nuk duhej të kishte mbetur kurrë I fshehur. Një rrymë e ftohtë përshkoi sallën. Sofia preku dorën e Adrianit, e ftosi akulli. Adrian, përshpëriti ajo, çfarë po ndodh? Ai nuk kishte përgjigje. Ishte I hutuar, por diçka në mënyrën si nëna e tij qëndronte, me kokën ulur dhe duar që I dridheshin, I tregonte se ky burr nuk ishte thjesht një I panjohur. Michael mori frymë thellë dhe tha me një zë që tani kishte marrë ngjyrë trishtimi. 25 vjet më parë, në një spital të Shkupit, lindën 2 djemë në të njëjtën natë. Njëri ishte djali im, tjetri ishte juaj. Por një ndatërim, një fatkeqësi ndodhi atë natë. Dhe që atëherë, secili prej nesh ka rritur fëmijën e tjetrit. Në sallë shpërtheu një murmurim me çmendur. Disa gra u ngritën nga vendi, disa të tjerë ngjoran telefonat, sikur donin të filmonin një film që nuk mund ta besonin. Adriani u tërhosh një hap prapa.
Çfarë? Tha ai me një zë që mezi I dilte nga fyti. Çfarë po thoni? Michael zgjati dorën si për ta qetësuar. E di që është e vështirë ta besosh, por kam dëshmi, kam gjithçka, dhe unë nuk kam ardhur për të kërkuar asgjë. Kam ardhur vetëm që ta dish kush je vërtet. Nëna e Adrianit filloi të çante në heshtje. Babai I tij uli kokën. Të gjithë e kuptuan se ajo që po thuhej nuk ishte një shaka, as ndonjë keqkuptimi I çastit. Sofia, e tmerruar, nuk dinte ç'të bënte. Ajo shikonte burrin që e donte, nënën e tij që po rrëzohej moralisht përpara gjithë të ftuarve, dhe këtë të huaj që kishte ardhur nga askundi për të shkatëruar një natë që duhej të ishte më e bukur e jetës së saj. Michael uli mikrofonin. Zëri I tij u bë më I butë. Adrian, djali im I dashur, më fal. Nuk dua të marr asgjë. Dua vetëm që të dish të vërtetën, dhe që të më shikosh një herë jo si të huaj. Ai nxori nga xhepi një fotografi të vjetër të zverdhur nga koha. Ishte një grua e re që mbante në krah një foshnje. Në cepin e fotografisë shkruhej: Shkup, 1999. Adriani e mori me duar që I dridheshin. Kjo është. Në atë moment, zëri I Sofias u dëgjua qartë. Ai ta jesh babai yt apo jo? Një heshtje e thellë mbuloi sërish sallën. Askush nuk fliste. Askush nuk merrte frymë, në atë çast muzika pushoi. Edhe fryma e sallës sikur u shua. Askush nuk e dinte nëse duhet të qeshte, të duartrokiste apo të ngrihej në këmbë. Të gjithë ndjen menjëherë se ajo fjali nuk ishte as shaka, as ndonjë batutë stisur për të bërë interesante. I huaj po dridhej, dhe në zërin e tij kishte një dhimbje që vetëm dikush që kishte humbur shumë mund ta mbante ashtu. Jam babai yt, Adrian. Dhëndri u ngrit ngadalë nga vendi. Sytë e tij të errët, që gjithmonë shfaqnin qetësi e siguri, tani ishin plot hutim. Çfarë the? Pyeti ai, zëri I ulët, por I mpret. E dëgjove mirë, tha burri me kostum gri. Jam babai yt. Babai që të thanë se kishte vdekur 26 vite më parë. Një val murmurimash përshkoi të gjithë sallën. Nëna e Adrianit, Marta, qëndronte në tavolinën e parë me një gotë verë në dorë. Ajo ngriti kokën ngadalë, dhe gota ju drodha sa verë u derdh mbi fustanin e saj të gjelbër. Në fytyrën e saj nuk ishte më ngjyrë. Ishte e bardhë si muret e sallës. Jo, përshpëriti ajo me zë të ngjyrur. Jo, kjo s'është e mundur. Sofia, ende pranë burrit të saj, nuk dinte çfarë të bënte. I kapi dorën Adrianit, por ai ishte si I ngrirë. Nuk theu kokën as nga ajo, as nga askush tjetër. Sytë e tij ishin ngulur në të huajin, burrin që po qëndronte I drejtë në mes të sallës, në dritat e forta, ndërsa gjithë turma po e shihte si një hije që kishte dalë nga e shkuara. Kush je ti në të vërtetë? Tha Adrian me zë të ngadalt. Si guxon të vish këtu dhe të thuash diçka të tillë? Quhem Leon Novak, tha burri. Dhe jam I njëjti që u zhduk në një aksident në vitin 1999 në rrugën mes Ohrit dhe Bitolës. Ata gjetën makinën time, por jo trupin tim. Në sallë nisi një zhurmë e ulët, si një erë që fryn përmes gjetheve. Disa njerëz filluan të ngriheshin, disa gra mbanin duart e goja. Një burr plak në tavolinën e 4 tha me zë të lartë. Zoti I madh, po nëse thotë të vërtetën, Leon vazhdoi të flas, duke mos e hequr shikimin nga Adrian. Unë isha oficer në ushtri. Atyre viteve, gjithçka u bë një rrëmujë. Shumë dosje u zhdukën, shumë njerëz u shpallën të vdekur, por unë nuk isha. Mbeta gjallë, I plagosur rënd në një spital në Serbi. Nuk mbaj mend asgjë për disa muaj. Kur u ktheva, gjithçka kishte mbaruar. Gruaja ime ishte zhvendosur. Djali im tit ishte zhdukur nga çdo gjurmë. Adrian se përballoi më. Ai hoqi dorën e Sofis, bëri 2 hapa përpara dhe I tha: "Mjaft." Zëri I tij jehuan në përsallë si një shuplak. Nuk mund të vijë dikush në ditën e dasmës si me të shpik histori. Babai im ka vdekur. E kam parë varrin. E kam mbajtur fotografinë e tij gjithë jetën time. Leon uli kokën për një sekond. Pastaj nxori nga xhepi një portofol të vjetër të grisur në cep. E hapi ngadalë dhe nxori një fotografi të vjetër të zverdhur nga koha. Në të, një burr I ri mbante një djalë të vogël në krah, një djalë rreth 4 vjeç, me flokë të zinj dhe sy të errët. Ishte Adrian. Kjo është fotografia që kam mbajtur në xhep kur u rrëzua makina, tha ai. Asnjëherë se hodha. E shija çdo ditë për të kujtuar pse duhet të mbetesha gjallë. Një heshtje e rënd mbuloi sërish sallën. Marta, nëna e Adrianit, më në fund foli me zë që I dridhej. Mjaft, Leon. Sytë të gjithëve u kthyen nga ajo. Ti duhet të kishe qëndruar I vdekur, tha me një ftohtësi që bëri disa njerëz të përshpëritnin. Nuk kishte më vend për ty në këtë jetë, as në tonën, as në të tijën. Adrian e pa I tronditur. Mami çfarë po thua? Por ajo nuk ja ktheu shikimin.
Thjesht u qua, mori çantën dhe tha me zë të fatë. Sepse e vërteta është shumë më e shëmtuar se sa duket birë. Leon ngriti sërish kokën, lotët I shkëlqenin në sy. Të thash, nuk erdha për të prishur gëzimin, por s'dua të vdes sërish duke mbajtur një sekret që nuk është vetëm I imi. Ai u kthye nga Sofia, që duke jetë ronditur e hutuar, por edhe e friksuar nga ajo që po dëgjonte. Ndoshta ajo që do të them tani do t'ju ndryshoj jetën, tha Leon, duke marrë frymë thellë. Por e vërteta duhet të dalë, sa do e dhimbshme të jetë. Ai ngriti syt, dhe zëri ju drodh. Adrian, martesa jote nuk mund të ndodh. Një zhurmë e fortë shpërtheu në sallë. Sofia u ngrit në këmbë, me sytë e zgurdulluar. Çfarë po thua? Leon shtrëngoi mikrofonin. Sepse ajo vajzë që ke përballë. Sofia nuk është thjesht bashkëshortja jote e ardhshme. Frymëmarrjet u ndalën. Ajo është gjysmë motra jote. Një britm shpërtheu nga një kënd I sallës. Dikush lëshoi gotën që u thye me zhurmë në dy sheme. Sofia u tërhosh një hap mbrapa, sikur toka po I hapej nën këmbë. Adrian e pa me sytë e trembur. Jo, kjo s'mund të jetë e vërtet. Por fytyra e Martës e ftohtë dhe e ngurtë e tradhtoi. Ajo uli kokën. Dhe në atë heshtje të rënd, të gjithë e kuptuan se ajo që kishte filluar si një dasmë plot dritë, po kthehej në një makt familjar që do t'i përndishte për gjithë jetën. Sofia doli me vrap nga salla si e verbuar. Dritat e sallës I dukeshin si thika që e ndishnin nga pas. Frymëmarrja e saj ishte e çrregullt, duart I dridheshin dhe fustani I bardhë, që pak më parë shkëlqente si dëbor, tani I duke I huaj, si një simbol që I përkiste një jetë që sapo ishte shkatëruar. Në oborën e hotelit frynte një erë e ftohtë. Lule, shirita dhe tullumbace fluturonin në ajër si copa kujtimesh të grisura. Sofia u mbështet e muri, duke mbajtur dorën te zemra, ndërsa lotët I rridhnin në faqe. Jo, pëshpëriste, si për t'u bindur se ajo që dëgjoi nuk ishte e vërtetë. Në derën kryesore doli Adriani pa gjaket me fytyrën e zbet. E pa Sofin nga larg dhe u ndal për një sekond. Ai nuk dinte si të afrohej. Si të fliste. Çfarë të thoshte? Në atë moment, çdo fjalë dukej si një thikë që do e plagoste më shumë. Sofia e thiri më në fund me zë të ulët. Ajo u kthye, syt I kishte të përskushur. Mos më afro. Të lutem. Duhet ta kuptojmë çfarë po ndodh, tha ai me një ton që mezi e mbante të qetë. Ai njeri mund të jetë I çmendur. Mund të gënjej. Nuk kemi prova. Sofia qeshi, por qeshja ishte më shumë si një ngashërim. Dhe nëse nuk gënjen, nëse është e vërtet, nëse jemit, ajo nuk arriti ta thoshte fjalën vëlla e motër. Thjesht uli kokën dhe u mbështet në mur, duke u përpjekur të merrte frymë. Adriani u afrua me hapa të ngadalta. Të betohem, tha ai me zë që I dridhej, se di çfarë po ndodh. Nëna ime më tha gjithmonë që babai kishte vdekur. Kam jetuar gjithë jetën me atë dhimbje. Po si mund të jetë gjallë dhe më keq, pse do të thoshte diçka të tillë sot? Nga dera e sallës doli një grua tjetër, Marta. Ishte më e qetë se ç'duhej të ishte. Syt I kishte të thatë, por duart e mbledhura fort tregonin frikë. Pastaj, Leon Novak shndronte në hije me shikimin ulur. Mjafton, tha Marta duke ju afruar. Nuk ka pse të vazhdoje kjo fars. Adriani e pa drejt në sy. Fars? Ti e di që kjo s'është fars, apo jo? Ai tregoi me dorë drejt Leonit, ka ai nuk është çfarëdo njeriu. Ti e nje. E ke njohur dikur. Marta u ndal. Një grimës dhimbje e kaloi në fytyrë, por ajo u përposhta fshite. Ka gjërat që duhet të mbeten në të shkuarën, Adrian. Disa plag nuk duhen hapur. Leon bëri një hap përpara. E ke mbajtur sekretin për 26 vjet, Marta. Për aq kohë sa unë jam endur nga spitalet e deri te rrugët e huaja, duke kërkuar djalin tim. Tani është koha të flasësh ti. Ajo e pa me urrëtie. Mos guxo të më gjykosh. Ti u largove. Më le vetëm. Më the se do ktheheshe, por kur s'u ktheve, sepse ishe në koma. Bërtiti Leon, dhe zëri I tij u përplas në muret e oborit. Më gjetëm pas 3 ditësh në një kamion të përmbysur, pa dokumente, pa kujtesë. U deshën vite që të kujtoja kush isha. Dhe kur u ktheva ti ishe martuar, Sofia ngriti syt. Me kë? Pyeti me zë të dridhur. Marta u kthye drejt saj. Me babain tënd, tha ajo ftohtë. Me njeriun që të rriti. Sofia u tërhosh një hap pas, sikur e goditi diçka e padukshme. Pra ti dhe ai dhe unë. Po, tha Leon, ti e vajza e ti dhe e Martës. Por unë nuk e dija. Nuk e dija as për ekzistencën tënde. Sofia uli kokën. Lotët I binin një nga një, pa zhurmë. Adriani e pa, syt I mbushur me tmerr e dhimbje. Pra ne, nuk arriti ta thoshte. Leon ngriti dorën. Jo. Nuk jeni vëlla e motër të plot. Gjaku juaj është I përzier vetëm nga një anë.
por ligjërisht, moralisht, kjo martesë nuk mund të ndodhë. Dhe unë, ai uli zërin, nuk mund ta lejoj. Marta u kthye nga ai me zë të ngjirur. Ti nuk ke të drejtë të lejosh asgjë. I humbe që kur vendose të mos ktheheshe. Leon e pa drejt në sy. Nuk isha unë që nuk u ktheva, Marta. Ishte fati që më rëmbeu. Dhe ti, në vend që të më kërkoje, zgjodhe të më varrosje në kujtesë. Në atë moment, diçka theu brenda saj. Ajo uli kokën, si të ishte e lodhur nga lufta me kujtimet. Nuk e doja këtë jetë, tha ngadale. Nuk doja të më gjente kështu. Por kur mendova se ishe vdekur, unë t'isha shtatzën. Askush s'to pranonte një grua me fëmijë nga një oficer i zhdukur. Dhe pastaj u shfaq ai që më shpëtoi nga turpi. Ai që më dha një shtëpi, një mbiemër. Dhe unë pranova, Sofia ngriti kokën. Ai tash babai im i vërtet, pra? Leon heshti për disa sekonda, pastaj tha. Jo, unë jam babai yt biologjik. Ai të rriti, por nuk është gjaku yt. Dhe as Adriani. Të gjithë heshtën. E vetmja gjë që dëgjohej ishte era që përplasej në degët e ullinjve në obor. Adriani ul ngadalë në shkallët e hotelit, duke mbajtur kokën me duar. Zoti madh, çfarë jetë kemi jetuar me gënjeshtra. Sofia u afrua dhe ul pranë tij, pa fjalë. Një moment i gjatë kaloi në heshtje. Leoni pa të dy, pastaj tha me zë të butë. Nuk ju kërkoj të më falni, as të më pranoni, por s'mund të ikja nga kjo botë, pa thënë të vërtetën. Ju jeni rritur në një gënjeshtër që unë se kam zgjedhur, por që e mbajta mbi supe sapo e zbulova. Marta u kthye për t'u larguar, por zëri i Sofisë ndali. Mami më ke gënjur gjithë jetën. Ajo nuk foli. Vetëm qëndroi për pak sekonda, pastaj tha. E bëra që të mbroja, por ndoshta nuk mbrova askënd. Dhe u largua. Hapat e saj u humbën në errësirën e rrugës, ndërsa muzika nga salla nisi sërish ngadalë, një melodi e trishtuar që i kujtoi të gjithëve se ajo që ishte dasmë, si ishte më as feste as gëzim. Ishte një natë që do përmendej për vite, dielli i mëngjesit ndriçonte mbi liçenin e ohrit si një pasqyrë për gjakun nga nata e kaluar. Era e lehtë përplaste valet në breg, ndërsa një mjegull e hollë, si mbulesë e bardhë, kishte mbështjell gjithë qytetin. Në hotel, gjithçka ishte e heshtur. Dasma ishte ndërprerë në mes. Të ftuarit ishin shpërndar në heshtje, disa duke përshpëritur, të tjerë të tronditur nga ajo që kishin parë. Gazetarët lokalë që kishin ardhur për të raportuar për dasmën më të madhe në Strug, ishin larguar me lajme që askush nuk do t'i harronte. Në dhomën e saj, Sofia rrinte përballë pasqyrës. Grimi i djeshëm ishte shlyer, flokët e çrregullt i binin mbi supe. Fustani i bardhë ishte hedhur në dy sheme si një kujtim që donte ta harronte. Në dorë mbante një letër të palosur, një shënim që Leonja kishte lënë në hol, para se të largohej herët në mëngjes. Sofia, më fal që të mora gëzimin e ditës më të bukur të jetës sate. Nuk doja të dëmtoja, por s'mund të vdisja sërish me një gënjeshtër. Unë po largohem. Nuk do të më shihni më, por do lë pas dokumentet që tregojnë gjithçka. Mos më urreni. Babai yt Leon. Ajo e mbajti letrën pranë gjoksit për disa sekonda dhe shpërtheu në lot. Në atë çast, dera u hap ngadalë dhe hyri Adriani. Kishte të njëjtat sy të lodhur. Kishte kaluar gjithë natën pa gjumë, i ulur në hallin boshtë të hotelit. Ai iku, tha Sofia pa e parë në sy. Se di ku? E di, tha Adriani. E pash te stacioni i autobusëve, po ikte drejt ohrit. Më pa, por nuk foli. Një heshtje gjatë ramës tyre. Ai bëri dy hapa përpara, por ndaloi. Nuk di çfarë të them, tha më në fund. Gjithçka që ndodhi se përmbaj dot në mendje. Të gjithë këta vite, kam jetuar me një imazh të rrem për familjen time. Dhe tani, në një ditë gjithçka u shemb. Sofia e pa në sy. Dhe ne? Zëri i saj u drodh. Çfarë do bëjmë ne tani, Adrian? Ai uli kokën. Nuk e di, por e di që ajo që ndjem nuk mund të zhduket si të mos kishte ekzistuar. Edhe nëse gjaku na lidh në mënyra të çuditshme, dashuria nuk mund të gjykohet nga dokumentet, por ndoshta të sjemi me ata që ishim dje. Sofia u ngrit, doli në balkon dhe pa liçenin. Era i frynte flokët ngadalë. Ndoshta është më mirë kështu, tha ajo. Më mirë ta mbyllim këtu, pa urrëtie. Pastaj e pa drejt në sy. Se harroj dot, por mund të fal. Ai u afrua dhe ja kapi dorën për një moment të shkurtër. Nuk kishte fjalë, vetëm një heshtje që fliste më shumë se çdo deklaratë dashurie. Pastaj dora e tij u lirua dhe ai doli nga dhoma pa u kthyer pas. 3 ditë më vonë, policia e Ohrit gjeti një makinë të parkuar buz liçenit pranë një pylli me pisha. Brenda saj, në sediljen e pasme, gjetën një dosje, disa fotografi të vjetra dhe një dokument të notarizuar me datë të re. Deklarata atësie, Leon Novak, por Leonit nuk i u gjet trupi. Disa thanë se ishte hedhur në liçen.
Të tjerë thanë se kishte kaluar kufirin për në Serbi, për të zhdukur për gjithmonë. Askush nuk e pa më. Në funeralin e tij simbolik, ku s'kishte as arkivol, morën pjesë vetëm 2 njerëz, Sofia dhe Adriani. Të dy qëndruan pranë një trëndafilit të vetëm, të vendosur mbi gurin ku shkruaj thjesht: Leon Novak, 1968-2025, njeri pa vend, por me të vërtet. Pas ceremonisë, Adriani u kthye nga Sofia. Çfarë do bësh tani? Do iki në Itali, tha ajo. Kam një ofertë pune atje. Kam nevojë të filloj nga e para. Ai buzëqeshi lehtë me hidhërim. E meriton. Sofia u kthye për ta parë për herë të fundit. Dhe ti? Do të qëndroj këtu në strug. Do rindërtoj gjithçka që u shemb. Ndoshta një ditë, kur të jemi gati, mund të flasim sërish pa plagë, pa frikë. Ajo nuk foli më. Thjesht e përqafoi lehtë. Në ajër ndjehej aroma e shiut të afërt dhe zhurma e liçenit që përplasej lehtë në bre, si një kujtesë që gjithçka vazhdon sado të dhemb. Kur u largua, Adriani qëndroi vetëm duke parë horizontin. Në xhep mbante fotografinë që Leoni kishte lënë, atë të vjetrën me djalin e vogël në krah. Ai e pa gjatë dhe pëshpëriti. Ndoshta tani fillon jeta e vërtetë. Një fllad i lehtë kaloi mbi liçen dhe ngriti pak pluhurin e rrugës. Dhe sikur për një moment në reflektimin e ujit, ai pa një figurë që buzëqeshte nga larg, një burrë me kostum gri që i ngrinte dorën në heshtje si për të përshëndetur për herë të fundit. Adriani mbylli syt. Pastaj u kthye dhe u largua, duke e ditur se jeta ndonjëherë nuk të fal ëndra të reja, por të mëson si të ecësh mbi kujtime që s'mund t'i ndryshosh. Dhe pas gjithë atij tronditjeje, qyteti i Ohrit rifitoi qetësinë. Por për ata që ishin atë natë në dasmën e Sofisë dhe Adrianit, ajo do të mbetej historia që do përshpëritej për vite me radhë, historia e të huajit që hyri në dasmë pa ftesë, por kur foli në mikrofon, të gjithë mbetën pa fjalë.